Një skeme mirëmenduar hajnie dyshohet që ka funksionuar në qerdhen Botanika në lagjen Mati 2 në Prishtinë, ku prindërit akuzojnë zyrtarët e institucionit për keqpërdorim të subvencioneve komunale në emër të fëmijëve. Komuna e Prishtinës për fëmijët e regjistruar në institucione parashkollore private ofron mbështetje financiare për kategoritë të cenueshme sociale për t'u ambuluar një pjesë të pagesës. Nga to kanë përfituar edhe prindrit e kopshtit me bazë në komunitet Botanika, e cila është themeluar në vitin 2015. Në një dokument të këtij institucioni, të cilin e ka siguruar Koha, shihet se lista e dërguar në komunë për të subvencionuar përmban 93 emra prej afro 100 fëmijëve sa janë të regjistruar gjithsej në këtë qerdhe. Këtë kanë konfirmuar edhe disa prindër të cilët nuk kanë dashur të zbulohet identiteti. Është marrë në emër të fëmijës tonë subvencion, edhe unë e kom pagu çmimin e plot për fëmijë. Me 4 mars, edhe me 13 mars, kemi ftu prej drejtoreshës kopshtit, edhe na ka deklaruar që është marrë subvencion në emër të fëmijës juaj, përderisa na kemi pagu çmimin e plot. Drejtuesja e kësaj qerdhe, Kadria Aslani, nuk pranoi të deklarohet para kamerës lidhur me dyshimet për shkak se tha që rasti është duke u hetuar. Fajin për keqpërdorime ajo ja hodhi administratorës së kopshtit, Qëndresa Makolli. E përmes një përgjigjeje me shkrim, administratorja Makolli tha se këto akuza janë të pabaza dhe shpifje. Sipas saj, listat janë përpiluar nga drejtoresha Aslani, të cilat më pas Makolli i ka dorëzuar në DKA me urdhër të saj. Për çdo veprim të kryer nga unë ekzistojnë dokumente të rregullta të firmosura nga zonja Aslani, si dhe email dhe urdhra të brendshëm që dëshmojnë se unë kam vepruar gjithmonë në funksion të urdhrave të saj. Po ashtu çdo pagesë dhe tërheqje e fondeve është dokumentuar dhe verifikuar nga auditimi i brendshëm, duke përjashtuar çdo element të keqpërdorimit nga ana ime. Koha ka kontaktuar edhe Këshillin e Prindërve të Qerdhës, antarët të cilit janë pjesë e komisionit që bën verifikimin e dokumenteve, por nuk ofruan përgjigje. E në drejtorinë e arsimit nuk dhanë detaje se si kjo listë ka arritur të kaloj pa u verifikuar, mirë po për rastin është kërkuar të bëhet një auditim i jashtëzakonshëm. Ndërsa në një përgjigje që u është dhënë prindërve, thuhet se janë ndërmarrë edhe hapa të tjerë. Në kuadër të hapave të ndërmarrë nga Komuna e Prishtinës, kryetari i kryeqytetit Përparim Rama ka vendosur pezullimin e subvencionimit për qerdhen Botanika, si mas paraprake deri në zbardhjen e plotë të rastit. Përveç kësaj, unë si drejtor kam formuar një ekip të posaçëm i cili do të kontrollojë listat e subvencioneve jo vetëm për qerdhen e fjalë, por për të gjitha qerdhet me bazë në komunitet dhe do të ndërmarrim hapat e nevojshëm në bazë të gjetjeve. Prokuroria themelore në Prishtinë gjatë ditës nuk ka kthyer përgjigje për kohën, por në një email që është dërguar prindërve thuhet se rasti është duke u hetuar. Në prokurorinë themelore në Prishtinë ekziston një rast i hapur i natyrës së cekur nga ana juaj, për çka prokurori i shtetit është duke ndërmarrë veprimet e nevojshme hetimore me qëllim të zbardhjes në tërësi të rastit. E në një proces verbal nga mbledhja me prindërit e datës 13 mars që ka siguruar Koha, thuhet se në raportet financiare të kësaj qerdheje janë hasur edhe keqpërdorime të tjera, duke përfshirë tërheqje të parave në vlerë mbi 3.000 euro për çdo muaj, blerje ushqimore, derivate e shpenzime të tjera. Administratorja Makolli është suspenduar para disa ditësh nga drejtoresha e qerdhës. E mandati i drejtoreshës Aslani skadon në prill të këtij viti dhe DKA-ja ka vendosur që të mos i vazhdohet kontrata. Këtë ka konfirmuar vetë ajo.